Tani, unë një pyetje kam, në qoftë se teatri i qartë për rendin botror aktualisht, na thuaj edhe ne kush kjo qartësia. Do që nuk ka bëja pse është Trumpi që po e trazon. Jo. Kjo është pyetja. Jo, nëse tani për Trumpin dhe fjalën e tij në Iran edhe veprimet e tij janë të gjitha lehatët për pyetje. Pra ne qenë më pro amerikanë se sa Anglia që diçet. Jo. Të shikoj të ta ngremi çik nivelin, të flasim se shtetar. Unë po flisja me nivel të lartë, nuk e di çfarë niveli kishte juve. Jo, pse filani, fistoku, si filani fistoku, apo flasim për mitokaqësin e Peranëve. Tani dëgjojnë çik. Ti s'po për respekt për kryeministrin. Rendi. Nuk them emër, nuk them filan fistoku. Rendi botror ka mbaruar i liberalizmit, multilateralizmit e ka mbaruar në 2015 me krimen. Jemi dakord për këtë? Jo. Jo, sepse rendi botror përkundrazi u mobilizua dhe u rreshtua, u freskua dhe i qëndron prapa Ukrainës. Jo nuk kaq. Po prej atij rendi, për luftën e Ukrainës, u rifreskua dhe projekti i zgjerimit evropian dhe përfitojnë dhe neve. Nga bashkëpunimi ndërkombëtar, ai që ishte i krijuar në mënyrë shumë të bukur pas viteve 90, filloi të ishte në rënje. Sot ke një rend të ri botror që po demarkohet ende. Ne nuk e dim akoma se si do duket ky rend botror. Kemi shtetet e mëdha të cilët po vendosin zonat e influencës së tyre. Kemi multipolaritetin ku shtetet konkurrojnë me njëri tjetrin. Ku ka qenë ndryshe kjo botë? Sigur ka qenë ndryshe kjo botë. Ka qenë pas viteve 90, ku ti kishe multilateralizëm, pra ty rendi botror të menaxhohej nga organizata ndërkombëtare. Ti në atë kohë KB-n, NATO, Bashkimin Evropian, i kishe organizata në të cilat dhe shtetet e vogla dhe shtetet e mëdha kishin të njëjtat të drejta, kishin të njëjtën mënyrë përfaqësimi dhe kishin të njëjtin opinion. Sot kjo gjë është ndryshe. Që do thot, jo. Atëherë ta mbaroj dhe unë deri në fund siç ju lash. Ju thoni tani që Shqipëria nuk po e kuptojmë se çfarë po bën Shqipëria, në radhë të parë duhet të ketë të garantojë sigurinë dhe stabilitetin e saj. Nëse kjo do të kërkojë që ne të sigurojmë të gjitha aleancat e nevojshme, sigurisht që ta bëjmë të gjë. Dhe nuk është fare çështje personale, por çështje për të siguruar aleancat dhe stabilitetin e Shqipërisë. Dhe kur ne flasim për një zgjidhje e cila ka të bëjë me faktin që ne të jemi në tryezë, siç për shembull është kjo e Frankfurter e gazetës, mos harroni Komitetin Politik të Macronit. Komiteti Politik i Macronit ishte në një farë mënyrë e njëjta ide. Pra, në një tavolinë ku diskutohet për ne duhet të jemi të pranishëm aty. As më pak, as më shumë. Në parim, nuk po flas teknikisht. Për vizitën në Izrael, ja ta mbaroj pak këtë deri në fund. Vizita në Izrael ka patur të bëjë, jo më ilda se është tjetër diskutim ai tani. Jo, nuk është vetvrasje politike. Nuk është vetvrasje, është kërkesë për të qenë në tryezë, kur diskutohet për ne dhe ne nuk jemi në tryezë. Sot Serbia është vënë në qoshe si një vend. Po pra, po mos harroj që një kërkesë e Bashkimit Evropian ka të bëjë me integrimin rajonal. Dhe një vend që ta mbarojë ata që ishin morë pjesë në banjë. Sa fare se ti quajnë Ti japi çështje dhe ti shkon në Greqi kapital serbisë në momente, po mundohet t'ja japi telegrafikisht në mënyrë se po ham të gjithë kohën. Ka qenë një ftesë me rastin e Shoas, pra me rastin e ditës ndërkombëtare për antisemitizmin, ditës ndërkombëtare të Holokaustit. Sigurisht që një kryeministër, kur ftohet nga një kryeministër për një ditë kaq të rëndësishme ndërkombëtarisht, çfarë do thotë? Unë nuk e pranoj ftesën tënde. Ka shkuar asnjë zyrtar i lartë i Bashkimit Evropian nuk ka shkuar në takimin e Netanyahu, i cili prej kur ICC, prej kur gjykata ndërkombëtare e krimeve e ka deklaruar të akuzuar për krime lufte. Shqipëria në mënyrë më banale, Rama është i njëjti njeri që doli dhe tha Trump është turpi civilizimit. Ka ikur ajo si... Erdi Trump dhe më la vajzën këtu në prerë të kujdesen për të dhe më shkoj të bodi paqes. Ne po flasim tani për trajektoret e Shqipërisë. Po nuk është personale, nuk ka të bëj fare me çështje personale. Se diplomacia dhe shtetaria nuk janë personale. Që i bën këto zhvendosit dhe më të forta. Në një farë mënyrë ti ke një opinion të saktuar për njerëzit e botës dhe nuk do ndryshojmë geopolitikën botërore. Por kërkesa e botës është shullet aty, nuk të marrin seriozisht, por minimumi nuk të ulin për balë që mos u shkaktoshte lashe dhe dhimbje koke. Pra, nëse kishin më parë Orbanin që uli në tryezë aty dhe i blokonte për Rusin, nuk duan një tjetër version të tij që të fillojë nesër të rrinë një problem të ri në tavolinë. Që shumica e Parlamentit Evropian janë IPP dhe IPP-ja është e linjëzuar me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe kjo nuk është një çështje që diskutohet në Bashkimin Evropian. Domethënë, ato çështje Partitë Popullore Europiane. Pra, ajo që diskutohet në Bashkimin Evropian janë përmbushja e kritereve,
ato kapitull themelor, kushtet politike patjetër që vendosen, por nuk të kërkon një llogari se në qoftë se ti shkon dhe bën një takim se këtu nuk kemi totalitarizëm. Këtu se çdo shtet ka lidhje me politikën e vet. Malini ti jap hapësirën dhe Neritanit se ka 3 çerekore që ka mësuar shumë nga gjithë juve. Mësova dhe u hodhën shumë tema këtu që nga problemet e kasollës thonë deri te rendi botror. Po i kthemi këtij. Kur kemi fatin e lumtur edhe kemi një lider botror të përmasave që nuk e nxjerr Shqipëria, domethënë edhe ka vëmend të japi edhe Evropës, normale. Populli jemi, po ky popull jemi. Çështja është që unë si e shoh unë takimin, unë nuk e shoh si një takim për të rikonfirmuar marrëdhëniet e mira me Greqinë. E shoh në kuadrin e një turi europian që Rama ka ndërmarrë për të përpjekur të zhbllokojë këtë gërçin e rrugës së Shqipërisë deri te Bashkimi Evropian, rrugës integrimit, dhe shoh të lidhur takimin me Melonin, me Sanchezin dhe me Mitsotakisin. Pak kohë përpara duhet ta mbani mend që mbas takimit me Ramën, zonja Meloni deklaroi me zë dhe me figurë që me miqt grek ne do të flasim për ta ndihmuar Shqipërinë në rrugën e integrimit evropian. Çka do të thotë për mendimin tim që Greqia është një vend potencial frenues ndaj Shqipërisë për integrimin në Bashkimin Evropian, për çështjet që Greqia ka me Shqipërinë, por jo vetëm Greqia. Zonja Meloni dihet që konsiderohet si një lloj theçeri e re e Europës dhe ka marrëdhënie shumë të mira si me zotin Trump, po edhe me Trumpin i prishi tani se sulmoi Trumpi, po s'ka problem. Me kryeministra, me fuqi politike të Bashkimit Evropian, një takim në Spanjë me zoti Sanchez, kryeministrin e Spanjës, dhe është ajo që tha zonja Kuka, një tyrez, një sofër të socialistëve evropian, ku çdo vend ka një në kontekstin e asaj ishte edhe takimi me Sanchezin. Dhe pastaj vajtja në Greqi, ku si thuash për t'i dhënë një shtytje ose për të sfumuar ato marrëdhënie të tensionuara dhe për të hequr bllokimin e Greqisë. Dhe unë mendoj që taktika e zotit Rama është e tillë që në vend të plotësoj kërkesat për reforma të thella në Shqipëri që i kërkohen nga Bashkimi Evropian sot, përpiqet të aktivizoj miqt dhe miqt e miqtve për të marrë veto për të kaluar problemin. Mos harroni, para pak kohësh Marta Kos të duke sikur ishte eksponente e Partisë Socialiste dhe Qeverisë Socialiste, fliste për rrugën e Shqipërisë dhe për hapat që ka bërë Shqipëria më shumë se zoti Rama. Për jeshtë vërtetës, duhet ta pranojmë. Sot është zonja Kos, e cila deklaroi mbas dështimit të heqjes imunitetit të zonjës Balluku, duke sikur ka një prerje me thik, sepse më përpara konsiderohet nga gjithë ekspertët, madje edhe nga eksponent të Bashkimit Evropian që Shqipëria dhe Mali i Zi janë drejt antarësimit, dhe tani ka një ndarje totale. Kërkohet me insistim reforma dhe reforma të thella të pakëthyeshme